këshillat e një njeriu të mençur mbi dashurinë. Dashuria nuk është të gjesh dikë që të plotëson, por të pranosh dikë që e do edhe kur ai është i paplot. Plaku i mencur me duar që i dridheshin pak nga vitet, tha, një herë. Kur isha i ri, mendoja se dashuria ishte si një pjesë që më mungonte. E kërkoja kudo, mendoja se kur ta gjeja dikë që më plotësonte, gjithçka do bëhej më e bukur. Por se kuptoja se askush nuk vjen i përsosur, as unë vetë, një ditë takova një grua të qetë, të thjeshtë. Ajo nuk ishte si në ëndrat e mia të rinisë. Nuk më plotësonte, por më kuptonte. Nuk ishte pa të meta, por kishte zemër të butë. Kur qeshja, ajo më qeshte shpirtin. Kur isha i lodhur, më sillte ujë pa më pyetur, e kuptova se dashuria e vërtet nuk është të gjesh pjesën që të mungon, por të duash një njeri edhe kur ka vrima në zemër, edhe kur ndonjë ditë nuk shkëlqen. Sepse dashuria e vërtet nuk kërkon përkryerje, ajo kërkon mirë kuptim, e sot, pas kaq vitesh, e kujtoj atë me mall. Jo për bukurinë, por për mënyrën si më bëri të ndihesha i pranuar, edhe kur vetë nuk e pranoja veten.